Që projekti Unazës së Madhe të përfundojë brenda fateve në zonën e Selitës, duhet të prishin edhe 9 banesa të komunitetit rom. Por banorët kanë kundërshtuar nisjen e prishjes së objekteve, pasi kërkojnë dëmshpërblim për banesat që i kanë ndërtuar që para viteve 90. Unë kërkoj kompensim. Ke Aluizmi më doli emri për të kompensuar. E kanë zhdukur ato. Më nxorën për 2 vjet qira. Ke bashkia para se të hyrte Erion Veliu e kisha emrin për të kompensuar. Është zhdukur. Tashti më thot mu kalo për 2 vjet qira. Kur unë e kam shtëpinë ekzistuese në prart këtë ligjin kush janë para 90 deri në 90-s, Edi Rama e ka nxjerr ligjin që të kompensohen. Pse ai e mohon këtë ligjin? Për çfarë? Vetë nxori edhe vetë po e humbon. Përveç tyre 9 banorëve janë edhe 45 familje rome që janë në qiell të hapur. Dhe shteti i ka vendosur 2 vjet qira këtyre njerëzve. Në plashet në vitin 90, sipas VKM-s, se në thenjëshit këto duhet kalojnë në pronësi të subjekte dhe pastaj të shpronësohen dhe rruga le të bëhet. Po familjet duhet trajtohen me shpronësime në bazë çmimeve të tregut. Tani këta janë nxjerrë sepse thuhet nuk figurojnë në planshet. Ja ku janë dy harta që ne i kemi marrë për punë minutash tani te arkivi teknik, fotokopje. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit u kalon afat deri te entin që këta banor të largohen nga shtëpitë. Në mbështetje të banorëve ishin dhe përfaqësues të Partisë Demokratike.